Nëse mazhoranca ka problemin e konsumimit moral dhe politik pas 13 viteve në pushtet, opozita ka problemin e besueshmërisë. Ajo vazhdon të sulmoj fort, por jo gjithmonë bind. Dhe kjo është goditja më e rëndë për një opozitë që pretendon të vijë në pushtet. Nuk mjafton të denoncosh qeverinë. Duhet të bindesh se je alternativë më e mirë, më e pastër dhe më e qartë, ke vizion dhe strategji që ndryshojnë vendin dhe për te fjalëve duhet dhe personalitet që çojnë votuesi në kuti. Opozitës i mungojnë shumë dhe emrat që bëjnë diferencën me pushtetin dhe risjellin besueshmërinë. Sot opozita shqiptare mbetet e copozuar mes konflikteve të brendshme, hijes së figurave të vjetra dhe mungesës së një projekti që tejkalon kundërshtimin mekanik ndaj qeverisë. Ka zemërim, ka akuza, ka mobilizim episodik, por qytetari kërkon më shumë se revolt, kërkon organizim, program dhe garanci se rotacioni nuk do të sjellë vetëm riciklim të emrave të njëjtë, ndaj dhe rotacioni bëhet i pamundur kur votuesi e shikon si riciklim të pashpresë. Kjo është arsyeja pse opozita shpesh fiton vëmendje, por jo automatikisht besim. Në një vend ku votuesi është bërë skeptik, çdo kontradikt, çdo pazar i fshet, çdo figurë e konsumuar e ul menjëherë kredibilitetin. Opozita e sotme përballet me një test brutal, të bindë se nuk është thjesht antiqeveri, por pro shtet.